Kontenjer të stërmbushur e mbeturina të shpërndara gjithandej. Kjo është e gjendja në disa prej lagjeve të Prishtinës gjatë ditës së mërkurë. Banorët prapa kamerave u ankuan dhe kërkuan veprim sa më të shpejt për grumbullimin e mbeturinave. Megjithatë, nga kompania rajonale e mbeturinave pastrimi, përgjegjësinë e larguan nga vetja. Sipas tyre, këto lagje janë e kompetencë të kompanive private të kontraktuara nga Komuna e Prishtinës. Çdo vonesë apo mos zbrazje e kontejnerëve në rrugë apo lagje që nuk përfshihen në këto zona nuk bie në përgjegjësinë e KRM Pastrimi, por në kompetencë të kompanive private të kontraktuara nga komuna për ofrimin e këtij shërbimi. Në Komunën e Prishtinës se pranojnë se ka vonesa për grumbullimin e mbeturinave nëpër lagjet e kryeqytetit. E gjithë kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve dhe së kontrata me operatorët privat është drejt përfundimit. Për shkak të mungesës së mjeteve janë shfaqur vonesa në disa zona të qytetit. Paralelisht operatori privat vazhdon punën, por ndodhet në fund të kontratës së tij, gjë që ka ndikuar në dinamikën e shërbimit. Kompanitë private ishin angazhuar nga komuna për të larguar mbeturinat, pasi kompania pastrimit hyri në grevë në javët e fundit të muajit për shkak se kërkonte shlyerje të borxhit në vlerë prej 2.7 milion euro.